garën e fundit që e ka pas djali në Sloveni, ka shku Majlinda si trener, e unë nuk kom mujt me bo ball, me shku as me e pa. Ndoshta për faktin që më ka teze ka njëherë kur i thëm diçka komenton. Jo s'po bën, jo s'po moj, s'po shkon, diçka që ka garus tjerë s'guxojnë me bu. Qysh është për ty me trajnu në këtë rast djalin? Sa i përket stërvitjeve, djali, vajza, janë në stërvitje, Majlinda merret ma shumë me gara edhe me atë pjesën specifike, normalisht që ne ushtrojmë gjithë zbashku. Në stërvitje nuk e kam problem, po problemi jam fillon kur shkojmë gara, për shkak se nuk po e di emocionalisht çush i përballojnë fëmijët e mi prezencën time në gara, edhe njëkohësisht unë nuk po ndina njëjtë sikur me nxënës tjerë. Garën e fundit që e ka pas djali në Sloveni, një garë zyrtare, gara e tij e parë, pak më e fortë, meqense është 15 vjeçar, ka shku Majlinda si trener, e unë nuk kom mujt me bo ball, me shku as me e pa. Garën po mundona me e thyj që të ndjenjë, që të emocion, po besoj që me kohë, po për momentin po m'duket pak më e vështirë me funksionu si trener me fëmijë se sa me fëmijë tjerë. Qysh është me trajnu nipin edhe mbesën Majlind? Ose më një nejtë gati ashtu, ose qka ju mësën të nejtë taktikë që toni ta ka mësu ty, e që ti për trashëgën të ta. Në momentet caktuar është kogja vështirë. Për shembull, Joni, djali i Tonit ose djali i motrës, ndoshta për faktin që më ka teze ka njëherë kur i thëm diçka komenton. Jo s'po bën, jo s'po moj, s'po shkon, diçka që ka garus tjerë s'guxojnë me bu. Kështu që po në anën tjetër Joni edhe është shumë inteligjent, e ka gjotën pasion, është shumë punëtor, edhe në momente caktuar ndoshta edhe ka drejt në çdo çapo e thot. Kështu që s'po di, në stërvitje është ka njerë vështirë i menaxhueshëm, mirë po nuk është që bëj dallim. Për faktin që e kom nip ose me i kushtu ma shumë kohë, me pas vëmendje ma shumë se fëmijë tjerë, në përgjithësi këto e kom mësu prej Tonit, se në momentin kur unë kom fillu më ushtru judo, Toni në sallën, të njëjtën kohë kur kom ushtru, ne i ka pas ndoshta edhe një 4-5 nipat vetë. Fëmijë të motrës, fëmijë të vllavut, ku ta di unë. Kështu që nuk është që Toni i ka favorizu ata ma shumë se neve fëmijë tjerë. Kështu që këto e kom mësu prej Tonit.